Horoskopi ditor e premte 11 prill 2025. Dashi. Dashuria për çiftet do të kthehet në fiksim. Kujdes sepse ndonjëherë kjo edhe të dëmton. Beqarët do jenë me fat. Kanë të gjitha kushtet për të takuar personin e duhur dhe për ta bërë për vete. Do jeni shumë të shqetësuar për çështjet financiare. Nëse bashkëpunoni me dikë, bëni kujdes, sepse ai po u hedh dhe po merr më shumë fitime se ju. Mos i besoni fjalëve të tij të bukura. Demi. Do të keni konflikte me partnerin dhe gjërat nuk do shkojnë ashtu si duhet në dashuri. Tregoni pak më të duruar dhe ruani vetë kontrollin. Tensioni do jetë kalimtar. Beqarët do kenë shumë dëshirë për të takuar dashurinë dhe me pak mundim do e gjejnë atë. Yjet do ju ndihmojnë të përmirësoni situatën financiare dhe të jeni më të kujdesshëm me paratë që do shpenzoni. Binjakët. Pritet të vijë një ditë shumë premtuese për çiftet. Fati do ju ndihmojë dhe mjedisi do jetë mjaft harmonik. Përfitoni sa më shumë. Nëse zemra juaj është ende e lirë, sot do të keni mundësi të takoni dashurinë. Në planin financiar nuk do keni shumë fat, por as surpriza të këqija. Mundoni të menaxhoni mirë buxhetin tuaj dhe mos bëni shpenzime marramendse. Gaporja. Për çiftet nuk do ketë problem në dashuri. Joshini më shumë partnerin dhe mundoni që në mbrëmje të krijoni një ambient sa më romantik. Ai do ndjehet shumë mirë. Beqarët do të rriqen shumë nga dikush i shenjës së peshqve, të cilin kanë kohë që e njohin. Në planin financiar do keni fat, por kjo nuk do të thotë që të gjitha problemet që keni pasur do mund t'i rregulloni sot. Luani. Çiftet do kenë një ditë me shumë tension, por edhe me shumë pasion. Si fillim do keni mosmarrveshje dhe inate me njëri tjetrin. Por nga fundi i ditës çdo gjë do rregullohet dhe ju do pajtoheni. Për beqarët pritet një ditë e veçantë dhe emocione të forta. Mos e lini pa shfrytzuar. Me buxhetin nuk do keni probleme, bëni dhe shpenzime, por gjithmonë duke parë portofolin. Virgjëresha. Pas një periudhe të vështirë në dashuri, më në fund do gjendeni para një ndryshimi pozitiv dhe fitimprurës. Do ndjeheni më të lirë dhe më të lumtur. Përfitoni sa më shumë sot. Beqarët do të përjetojnë emocione të forta, sepse dashuria do të trokasë në zemrat e tyre. Sot duhet të punoni më shumë nëse doni të realizoni objektivat profesionale. Peshorja. Sot duhet të shpenzoni më shumë kohë për dashurinë. Përfitoni nga kjo ditë e bukur për të organizuar një darkë romantike me partnerin. Beqarët do kenë disa takime sharmante dhe do argëtohen mjaft me personat që do takojnë. Planetët do ju ndihmojnë të rregulloni situatën tuaj financiare. Disa para do ju vinë si me porosi. Kujdes, mos merrni shumë rreziqe mbi shpatulla. Akrepi. Do mendoni se keni gjetur personin ideal me të cilin të ndani jetën. Kujdes, mos u nxitoni shumë, sepse ai që keni pranë nuk është ashtu si duket. Mund edhe të zgënjeheni. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe beqarët. Bëjini sy të katër kur të takoni dikë. Mos u besoni lojrave të fatit, sepse do të humni. Financat nuk do jenë as pak të mira, kështu që tregohuni të matur. Shigjetari. Nëse jeni në çift, duhet të tregoheni më të matur me partnerin. Jeta juaj duket se do të marrë një kthes tjetër. Reflektoni dhe shprehini sa më qartë dëshirat tuaja. Beqarët do të takojnë një person të veçantë nëpërmjet një miku të tyre. Situata juaj financiare në përgjithësi nuk do ketë probleme të mëdha. Mos shpenzoni shumë për të mos pasur surpriza të këqija më vonë.
Breciapi. Beqarët do kenë një mundësi shumë të mirë sot dhe nuk duhet ta lënë t'ju ikë nga duart. Miq, do ju mërzisim pak sot, mundoni të ruani vetë kontrollin. Për çiftet nuk ka asgjë të re. Gjithçka do shkojë si normalisht. Puna do shkojë mirë. Do jeni të ngarkuar, por ju mund t'ja dilni mban. Edhe financat do jenë të qëndrueshme dhe mund të bëni edhe ndonjë investim. Ujori. Mjedisi për çiftet sot do jetë i mrekullueshëm dhe plot elektricitet. Do kaloni një tjetër muaj mjalti fantastik. Beqarët do takojnë personin e ëndrave të tyre. A nuk është ajo që keni pritur prej kohësh? Në punë jeni mosbesues me të gjithë dhe kjo ju mërzit gjithmonë. Mos u kushtoni ka rëndësi të tjerëve dhe mundoni vetëm të arrini qëllimet që i keni vënë vetes. Peshqit. Planetët do ju ndihmojnë sot të dashuroni sa më shumë dhe jeni të lumtur për atë që doni. Edhe për beqarët do jetë një ditë shumë e mirë për dashurinë. Kujdes, qëndroni me këmbë në tokë dhe lërini gjërat të rrjedhin vetë. Në punë duhet të tregoni se çfarë jeni të aftë të bëni. Do keni shumë sukses dhe do merrni përgëzime nga shefat tuaj.